Tash në Kosovë, me qenë se ka ardhë në Kosovë, e përmendet që amaneti prindve ka qenë me mani nuse shqiptare. Po. A ja ke nisë me lyp nuse? Une në kom qef me fol shumë për që të senat personal, po veç din se une kom pas ma shumë se 1.000 femna atë jetën tem. Ma shumë se 1.000 femna? Po. Në Amerikë? Po. Okej. Edhe këtu në Kosovë. Okej. Tash për momentin një single, la i dashurum. Kuptohet, me pas lidhje dhe më koni dashurum, jëm prap 2 senet kundër ta. Po, I dashurum është diçka tjetër, me kriju lidhje është diçka tjetër. Po, normal, po edhe nëse jëm dashurum, nuk du me kallëzu krejt botën atën. Regu, me sa për kuptoj je pak e dashurum. Nashta jam, nashta nuk jam. Okej. Para se me fillu me u marrë me fitness ti ke qenë në mbi pesh. Po, normal, ku jën dek printat, veç jëm kontu pënu 10 orë, 12 orë, edhe, kom fitu shumë kilat, nuk kom një vetën mirë, jëm kontu pi cigara, të pi alkohol, edhe qashtu e kom nëreq jetën, e kom nëreq në matë adin me fitness. Fitness ka pështu jetën e jam, 100 herë. Okej. Kjo është një mesazh realisht që mund është me e gjetë vetën edhe me nëzjerë edhe për depresionit, ti e ke këthy forcën edhe depresionin, thojza, në fitness. 100%, edhe nuk ka kërgjo ma mirë, nuk ka doktora, medicationa kërgjo, se është ma mirë se fitness. Po, cila është ajo pyetja ma e shpesh që ta bojnë njerës kur takojnë? A ta bojnë pse u ktheve, ose cila është një pyetje cila që ta bojnë pak ma shpesh? Okej. Pe hallet tem është a i ki gjetë në nuse. Okej. Pe njerëz tjetër është a je bëdo pse jo edhe mas mëso. Okej? Edhe tjetër, tre është a je dol pe Amerikës se janë të li policijat.